Mbrëma gocani, si ju kanë, si jeni, si keni kaluar sot. Unë sot vajta filluava punë, ndajtëm 2 ditë në shtëpi edhe u rikthyem punës. Ju si keni kaluar? Si që po shikoni, unë kam bërë 2 byrek, një të vogël dhe një të madh. I kam bërë me gjizë që bëra pe kosi, dije vetë, bëra gjizë kosi, edhe i kam edhe dhe djathë dhije brenda. Dhe e parë që bëj nga ky byreku, në të vërtet më doli super. Njëri unë jetë do të provoj. Edhe kam dhe një kthim përgjigje njerëz që më kishte komentuar te një foto që unë kisha hedhur para një muaji, nuk më mend, me burrin tim. Edhe thoshem që të pish kafe me njeriun e zemrës. Dhe ajo ishte kundra kësajta, edhe shkruan që zemra, thot, janë vetëm fëmijët, okay? Shoqe dashur, mbi fëmijë nuk vihet asnjë, dhe këta e dim që të gjithë, dashuria e fëmisë. Por unë di këta që kur ty një burr të do, të respekton, të mban si zonjë, të vlerëson për atë që ti je, për atë që ti bën, si mund t'ja hedhësh poshtë atij njeriu të gjëra. Neve, unë me burrin tim me pak fjalë kemi filluar jetën, kemi qenë shumë të vegjël, kemi qenë fëmijë, e kemi ndërtuar vetë. Si puna tita gur, dhe dim neve të gjitha gjërat që kemi kaluar, gjitha hallet, dhe dim ne si që kemi, se sa jemi munduar të bëjmë këtë familje kaq të vogël, të ngrohtë edhe të kuptueshme. Se me kohët që kanë ardhur nuk është e lehtë. Edhe doja të thosha, shoqe dashur, në zemrën e një femre ka shumë vend për dashuri. Ka dashuri për burrin, ka dashuri për fëmijët, edhe për motra, për vëllezër, për nenën, për baban, për gjithë. Unë për veten time, aty ku më rre zemra për fëmijët, kam vend dhe për burrin tim. Ti e pranon apo nuk e pranon, rëndësi që ka që e pranoj une. Rëndësi ka që ai e di që ju që thonë, unë e dua dhe i më do, se në gjëra që unë s'dua t'i them fare këtu, po që po të kthej ty përgjigje. Rëndësi ka që ne, ju që thonë, kuptohemi me njëri tjetrin. Rëndësi ka që unë jam e lumtur që ai është baba i fëmijëve të mi. Edhe ai është i lumtur që unë jam nena e fëmijëve të tij. Që këshuja për ty më i zonjë, ku qëndron halli? Që se unë them që po pi një kafe me njeriun e zemrës. Unë burrin tim e vlerësoj kështu. Ti të tendin unë nuk e di që e vlerëson. Di të them këta që unë burrin nuk e kam as skllav, as manikin, as e dua për lek. Nuk e kam si pun atyre fshesave që unë do e përdor sa e të kemu nevoj për te. Po ta them këtë gjë që burri nuk është një send. Ai është njeriu shtëpisë që i ka vënë shpatat shtëpisë për të ecur përpara. Edhe si që kemi vënë shpatat që të dy. Dhe jo që meriton vetëm atë fjalë që njeriu e zemrës, po meriton shumë fjalë të tjera të bukura. Se si vlerëson ti burrin tënd, është problemi yt. Po jo të më vish komentosh e të më japësh mua mend se si do komentoj unë për burrin tim. Të uroj gjithë mirat dhe ti jesh mirë. Ky është mendimi im për familjen time. Çdo njeri për familjen e tij bën çfarë do. Megjithatë ndrojmë temë, goca ja ky është byreku që bëra unë sot,
Kush e ka bërë këtë byrekun më përpara, më thoni, miri kam hapur petët, apo ja dua edhe unë një këshill të vogël. Edhe në që se do më thoni që jo, Angelina, mund t'i besh kështu, e pranoj dhe kritikën, Goca një unë ju përqafoj, ju uroj një mbrëmje të bukur, unë jam shumë e lodhur, sa do ndejmë 2 ditë në shtëpi, po të them të vërtetën nuk kemi shplodhur fare, se po ndejë në shtëpi do besh jo këte, jo ate, jo kjo, jo ajo, dhe ikën ajo, ikën 2 ditë. Tani mbaruam darkën, lam ato endë, pastruam kuzhinën, sistemova Elianën, edhe tani do ikim dhe neve nana. Si gjithë tjerë, se po vete ora avash 10:30 e kaluar. Ju uroj natën e mirë, t'jeni mirë, edhe kërkoj shumë ndjes njerëzve që mua më kam vënë follow, po akoma nuk më ndjekin. Gjithsesi, ju përshëndes, edhe ju kam shumë gjanë. Ky byreku bëhet i mirë dhe kur i hape petët me nishte shtej, po ky byreku me gjithmonë sonde doli super. Të them realiteti. Shumë, shumë i mirë. Ja, ku e mbaruam. Do një edhe grisesh, po që s'ka rëndësi. Edhe i mirë njësoj. Sa më shpesh ta bëjmë, besoj, aq më mirë do t'ja marrim dorës. Jedhim dhe pak vaj ulliri lartë. Eliana ngorth për këtë byrekun. Jashtë mase preferon shumë fare. Këtu bëra dhe një të vogël, që e kam bërë për... se më mbetën 2 pete dhe më vinte keq që t'i dhjam poshtë. Dhe çfarë bëra? Edhe atë gjizën me djathin e kisha, dhe përgatita një byrek të vogël për Elianën, për nesër, gjysmën do t'ja jap në shkollë, edhe gjysmën kur të kthehet le ta haj. Des mami për Elianën. Unë të 3 dua, po ajo ja nuk e di. Në ajo që unë punoj gjithë ditën edhe e shkoj shumë pak në darket, edhe për këtë gjë ndihem shumë në faj. Ja dhe byrekët tanë, ju përqafoj goca, dhe kush ka dëshirë të më ndish, të më ndjeki, ju lutem. Vajza ime thot, pse i thua ti ju lutem? Po s'ka gjë. Natën.